Aleatja më e madhe e demokratëve, Lëvizja Socialiste për Integrim, ka publikuar listën e kandidatëve të saj që do të përfaqësojnë koalicionin Aleanca për Qytetarin në zgjedhjet vendore të 8 majit. Në një konferencë për shtyp, sekretari i përgjithshëm i LSI-s, Luan Rama, tha se kandidatët e propozuar nga LSI-ja janë garanci përfitoren e këtij koalicioni në 8 maj. Lista e të gjithë kandidatëve për kryetar komunash dhe bashkisht të Lëvizjes Socialiste për Integrim, ndër ata që janë ofruar në këtë garë, për të ofruar kështu njerëzit që përfaqësojnë në mënyrën më serioze dhe me angazhimin qytetar, profesional dhe me integritet të plot interesat e qytetarëve për njësinë apo për komunitetin ku emrat tanë do të konkurojnë me angazhimin dhe bindjen për të fituar. Lëvizja Socialiste për Integrim do të garojë në zgjedhjet për pushtetin vendor në 11 bashki nën siglin e koalicionit Aleanca për Qytetarin dhe në 47 komuna si dhe në 4 njësi bashkiake në kryeqytet. Zoti Rama, duke theksuar se kandidatët e koalicionit Aleanca për Qytetarin përfaqësojnë intereset e qytetarëve, tha gjithashtu se LSI konkuron në të gjitha këshillat bashkiake dhe komunal.